Mirëmbrëma të dashur miq dhe mirë se erdhët në hapësirën tonë të diskutimit. Thonë se letërsia është pasqyra më besnike e shpirtit të një kombi. Por çfarë ndodh kur vetë pasqyra thyet në dysh nga dallgët e kohës, nga ndryshimet e epokave dhe nga pesha e kujtesës kolektive? Sot do të ndalemi në një temë që ka trazuar thellë botën artistike shqiptare. Ka ndezur debate të ashpra nëpër kafene e rrjetet sociale dhe ka krijuar një përçarje të ndjeshme mes krijuesve. Riorganizimi i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve. Ky institucion, i cili dikur kishte një godinë fizike, zyra të rëndësishme, fonde të garantuara dhe një status të fuqishëm shtetëror, prej më shumë se 2 dekadash ishte pothuajse i fshirë nga jeta publike shqiptare, duke mbetur thjesht një hije e së shkuarës. Mirpo, u mbajt, madje pardje, u mbajt një kuvend që synon rikthimin dhe ringritjen e saj në skenë. Por përtej entuziazmit të disave, menjëherë lindën pyetje të mëdha ekzistenciale për artin ton. A mund të rilidhet juridikisht dhe moralisht një strukturë që koha e la pas? A ka më kuptim sot fjalza lidhje në një botë që lirin e ka parimet e saj të parë? Kush ka të drejtë të flasë sot në emër të krijuesve shqiptar? Dhe mbi të gjitha, përse ky rikthim ka ngjallur kaq shumë irritim, dyshim dhe tension në botën artistike? Arti nuk është thjesht një profesion, ai është liri absolute. Prandaj, kur tenton ta fusësh atë brenda mureve të një institucioni, debati është i pashmangshëm. Për të zbërthyer këtë nyje, të ndërlikuar mes historisë dhe të ardhmes, kam nderin të kem sot në studio 2 personalitete që e njohin mirë peshën e fjalës, publicistin dhe shkrimtarin e njohur që tashmë ju e njihni më së miri Pilozypën dhe poetin e dashur për publikun Tonin Nikolla. Mirë se erdhët në studio. Mirë se gjete. Mirëmbrëma Alma, mirëmbrëma miqve tanë që na ndjekin çdo javë. Në fillim po i drejtohem Pilos, për të bërë një udhëtim pas në kohë, sepse për të kuptuar të sotmen, duhet të njohim rrënjët. Ju e keni jetuar dhe keni ndier në lëkurë atë periudhë komplekse të historisë sa. Kur kthejmë kohën pas, shpesh kemi tendencën të idealizojmë strukturat e vjetra për shkak të rregullit që ofronin. Por nëse zhvishemi nga nostalgjia, çfarë përfaqësonte realisht ajo lidhje në kohën e diktaturës? A ishte ajo një stre mbrojtëse për talentin apo një mekanizëm i rafinuar kontrolli mbi mendjen e lirë? Alma, ajo nuk ishte thjesht një organizat krijuesish. Ishte një institucion shtetëror me frymë ideologjike. Shkrimtari nuk ishte vetëm artist, ishte pjesë e propagandës së sistemit. Prandaj edhe emri lidhja sot tingëllon pak si i rend, sepse të kujton lidhjen e artit me pushtetin. Në atë kohë, Alma, që të mos zgjatem shumë, kjo shoqat, ashtu siç e the, ishte në rangun e një ministrie. Nuk ishte në rangullin e një shoqate që mblidhemi neve sot për të diskutuar. Dhe fjala lidhje nuk zë vend. Neve jemi që të tre dhe unë dhe ti dhe Tonini jetojmë jashtë prej vitesh. Ja, të më thot Tonini, Tonin, këtë emër lidhje shkrimtarash e ke parti që kundi? Unë kam 30 vetë jashtë e Shqipërisë, kryesisht midis Italisë dhe Zvicrës. Të lidhje e shkrimtarëve dhe artistëve italian, unë nuk kam dëgjuar kurrë, por kam dëgjuar lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar në Itali shoqat, kjo jo lidhje në sensin
siç pretendojnë ta quajnë ose i imagjinojnë që të jetë mi fjalë atje në Shqipëri. Kjo ishte një shoqat që tentonte të grumbullonte ato shkrimtarë dhe artistë që ishin larg atë dheut. E kishte komplet mision tjetër, qëllim tjetër nga kjo që për të cilën do të flasim sonte. As në Zvicër nuk kam dëgjuar unë lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve zvicerian. Nuk kam dëgjuar. Por besoj me fjalë se këto janë lidhje të ish sistemit të vjetër. Ti e cilësove, kurse unë them me fjalë, se më kujtohet mirë kur thoshin me fjalë se lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve Shqipërisë, çishte ato tjerat, lidhjet e tjera, organizatat e tjera, ishin leva të partisë për të edukuar masat, sipas asaj ideologjie, asaj praktike, atij mendimit. Kështu që unë jam dakord komplet me këtë idenë që e ka për bukur ti që në fillim. Që mos të ndërpres, se thjesht po e bëj si vazhdimsi të asaj që juve tha. Edhe atje ku kam jetuar unë, domethënë në Greqi, neve vërtet ishim shumë shqiptar atje dhe u bëm me 3 lidhje shkrimtarësh. Domethënë nuk e kuptoj pse duhen që në çdo fshat, siç kemi nga një kryetar, të kemi edhe nga një lidhje. Kështu u bën në Greqi, se unë mbaj mend kur kam qenë atje. Partisë shqyrë që u zgjidhen, tash do t'i lidhin me zor, ku di unë, nuk e kuptoj, nuk e konceptoj shumë. Kjo është ajo. Nuk e di se çfarë qëllimit kanë, por një lidhje e tillë që unë kam parasysh 5-6 pyetje që kishin bërë ato nisëmtarët, organizatorët e çuj që duash, ishin të gjitha pyetje masovike, pyetje të një mentaliteti të kaluar. Nuk kishte as një liri mendimit, as një liri veprimit, sipas meje. Aty, për shembull, unë marr një pyetje, po ja fuskot, cili duhet të jetë roli një lidhje moderne të krijuese, thjesht një shoqat simbolike apo një institucion aktiv? Po çfarë institucioni mund të bësh ti? Institucion do të thosh që të kesh, me fjalë, një buxhet tëndin, të kesh një organik, me fjalë, të plot, duke filluar nga kryetari, sekretari, juristat, ekonomistat, ku ti unë. Ajo nuk mund të ekzistojë në një vend kur liria mendimit është e tillë që janë 1000 ide, janë 1000 iniciativa, 1000 klube letrare, 1000 rryma. Ku di unë çfarë them tjetër, e ti do t'i lidhësh ti do t'i lidhësh me një çfarë direktivash mund t'japësh ti, për shembull. Çfarë direktivash mund t'japësh ti për të gjithë këtë univers, me fjalë, krijuesësh janë në gjitha zhanret, në gjitha format, në gjitha nivelet. Asnjë gjë nuk mund t'japësh tani, mendoj unë. Prandaj, adon kështu them. Mund duket absurde. Për mua ajo t'ishin mbledhur, e ti kishë kërkuar gjithë artistëve falje. Na falni që kemi menduar kështu, por nuk ekziston. Nuk mund të jetë, edhe tani këtë lidhje jemi mbledhur këtu që me konsensus ta shkrim. Jo çka kanë rindërtu një herë, unë nuk mora vesh çka kanë rindërtu. Pyetja jote më pëlqen mua, do të përgjigjem unë për këtë. Nga ana juridike, Tonin, ata nuk kanë krijuar asgjë. Juridikisht. Kështu më duket edhe mua. Jo, pse do them do ta sqarojmë nga ana juridike. Unë nuk jam jurist. As ti nuk je jurist, po flasim mbi ca parime. Është ajo që that pak më parë. Kishim një lidhje shkrimtarësh që kishte një pallat, që kishte shumë zyra, që kishte shumë njerëz që paguheshin, dhe kishin sektor të ndryshëm, sepse lidhja nuk kishte vetëm shkrimtarët. Lidhja kishte poetët, lidhja kishte piktorët, lidhja kishte muzikantët. Se ky brez i ri e sferës së artit. Ky brez i ri ndoshta nuk i di këto gjëra dhe e ngelet i befasuar në këtë rast. Por të gjithë njerëzit, ata që shkruanin, ata që kompozonin, në atë kohë kishin të drejtat e tyre, por kishin edhe detyrat e tyre.
Njëra nga detyrat kryesore është ajo që dije. Do botoj një libër, po. Poezia e parë në libër ishte poezia për partinë. Ndërsa sot ti nuk ke asnjë lloj kontrolli mbi atë që boton dikush. Pse? Sepse ti as nuk ndihmon dot askënd. Se ti nuk mund të ndihmosh dikë. Ti thua që je shoqat ose je lidhje, ti nuk je asgjë faktikisht. Pse? Tonin, ti marrim gjërat Tonin, edhe Alma dhe të gjithë, ne ata që na dëgjojnë. Juridikisht ajo vula ka qenë mbetur në xhep të kryetarit. Ti njerëz që ka qenë kryetar nuk ka rëndësi. Mirë po, që nga momenti që Po për çfarë ka përdorur, fal atë vulën, për çfarë? Nuk e ka përdorur për asgjë. Atëherë. Ja të ta sqaroj mendimin tani. Mendim, ti thua të kundërtën, këtë mendimin tënd ti. Ai shteti kur e pa derën e mbyllur, e hoqi dhe e bëri ministri për Toninin. Ja dha tjetër kujt atë godinën. Kur i dha godinën, pallatin, ja hoqi të gjitha të drejtat edhe lidhjet shkrimtarëve. Pra nuk ekziston lidhja shkrimtarëve. Ti tani mban vulën në xhep të lidhjes dhe thua ri lidhje. Ligjërisht kjo vulë që ti ke të ka humbur ty vula e drejtë e vulës. Ne po tani përkohet në rastin konkret. Çfarë po ndodh? Ata që u rizgjodhen morën këtë vulën në dorë dhe me këtë vulë do hapin një proces gjyqësor për ta rivendosur ligjërisht atë që ka humbur. Mirë po, si ti bëke një kongres dhe u zgjedhke si i para, i dytë apo i tretë, në një kohë që ti nuk ke vendimin ligjor të kësaj lidhje. S'ke ti vendim ligjor të kësaj lidhje. Sot, kur flasim ne. Pilo, të them një praktike timen private? Patjetër. Në vitin 2015, në Itali, një grup miq, shokësh, krijuam idenë, hajtë ta bëjmë një shoqat shkrimtarësh artistësh edhe ne këtu, se gjithë po bënin shoqata patriotike, kulturore, më thash. Edhe u mblodhëm, jemi mbledhur në një klub, ne s'kishim as seli, as zyrë, as mbështetje, as njohje, as një gjë s'kishim. Vetëm kishim një dëshirë të mirë, a kupton, sepse si puna ime, që më pëlqen të shkruaj, në Itali dhe në gjithë botën kanë ikur me dhjetëra, me qindra, ndoshta edhe me mira, me fjalë krijues të gjitha zhandrave, gjitha formave shqiptar. Edhe me nuk për të gjetur mirë midis miqve. Jo për të bën ligje, jo për të bën klauzola, jo për të hartuar me fjalë protektorate e më thash, por për të gjetur mirë, për të shkëmbyer ide. Edhe e kemi krijuar këtë, kemi qenë 7-8 veta. Edhe e di si u bë ajo punë, Tonin, ti e pati iniciativën, kryetari i parë je ti. Pra ishte komplet miqësisht. Por për të regjistruar pasaj, për të regjistruar kjo shoqat, duhej kodi, rregulloria, kodi etik, që nuk ti pranon kush atje në ligje, e do të shkosh tek zyra e trata dhe më thash që ishte Italia, e do të marrësh me fjalë, do ta regjistrosh, do të marrësh kodin e më thash. E mirë. Kjo kishte një tjetër, po të më krijosh tash në Shqipëri një lidhje shkrimtarësh dhe artistësh është krejt e pamundur, sepse Shqipëria nuk është si jashtë shtetit. Jashtë shtetit ne i kemi lënë disa gjëra për hir të mallit, për hir të dashurisë, për hir të respektit, për hir të traditës, për hir të kulturës tonë. Kurse atje as nuk ju shkon kujt në përmend kjo punë, vetëm atje çohet i pari e jep idenë e vet, çohet i dytë e kundërshton, çohet i treti e varros, çohet i treti i bën monument, më nisë që na varros gabim, e më the thash. Çu ndodhi? Ti këtë e ke përjetuar. Dhe unë jo pa qëllim do të pyes. Mund të pyes edhe Alma, po të pyes unë. Para se të dikush po shkruan Alma, dikush po shkruan, po i bëj, më fal, po i bëj një pyetje Tonin. 1 minutë vetëm. Okej. Shiko, Tonini me të drejtë tha që bën gati programin ti dhe paraqet programin. Këta tani çfarë duan të bëjnë me lidhjen e shkrimtarëve? Programin këta i quajnë të berë. Mirë pa i program, nuk e hyn kujt në punë në këtë sistem me. Pra,
do bëjnë edhe një herë letrat nga fillimi. Pra është një lloj se ta bësh nga fillimi. Më fal, Alma, vazhdo. Jo, në fakt po ju bëj një thirrje dëgjuesve tan, sepse në fakt edhe në postimin e kam shkruar në këtë panel, çdo kush mund të shprehë mendimin e tij pa hezitime, mbi të gjitha sot në këtë temë të nxehtë. Ne ju presim në një debat miqësor dhe konstruktiv pa diskutim. Ne shikoj që Anilën e kemi në linjë dhe po na ndjek, pse jo, Anila, të ftojmë të bësh pjesë e diskutimit ton. Por do vazhdoj me një tjetër pyetje, Pilo, sepse me sa shikoj po e bëjmë një pasazh, unë bëj pyetje ty dhe ti ja bën Tonini të shumë okay. Një lloj jemi, nuk kemi ndonjë gjë. Pikërisht. Pilo, le të kalojmë nga filozofia e emrit të realitetit pragmatik e të kthehemi edhe të rikthehemi tek ai që po na ngjall aq shumë pikpyetje. A është i lishëm ky rikthim nëse një strukturë është të çfuqizuar dikur nga vetë shteti, duke u zhveshur nga godinat, fondet dhe statusi zyrtar, mbi çfarë parimi moral dhe ligjor mund të riorganizohet ajo sot? Kush e zotëron të drejtën legjitime për të ringritur një autoritet kombëtar në emër të të gjithëve? Ta them një gjë përpara e Pilo, se me mikën pastaj kështu. Ligjore mund të jetë, sepse gjithkush ka të drejtë të grupohet, të organizohet, të shkruhet, të krijojë, më thash. Por morale me këtë emër nuk është dhe nuk mund të jetë. Pikë mohabetit. Është njësoj si Partia Socialiste ose një parti të majt, t'ja vëm të shti emrin Partia Punës së Shqipërisë, si ka qenë dikur. Por në program të ri, a bën, nuk ekziston. E shikon pra, jo pa qëllim dhe Partia e Punës së Shqipërisë e ndryshoi dhe e mori emër tjetër. Edhe ajo parti. Por unë dua të them këtë, thjesht në bisedën që bëjmë, gjyshi im punoi e jetoi në Amerikë, edhe në Francë, dhe kishte një pasaport franceze e një pasaport amerikane. Dhe edhe fshati im, gjysma e fshatit, kishte pasaport amerikane, se andaj kishin vdekur gjysma e miletit në kohën e Enver Hoxhës. Ata i ruajtën pasaportat e tyre, vajtën në ambasadë dhe vajtën u bën amerikanë sot andaj. Po nuk kemi një lloj. Është tjetër gjë kjo, që ruajtë pasaportën e gjyshit, edhe është tjetër kjo e ligjshme që duam të bëjmë një lidhje shkrimtarësh. Dhe kur ndërtohet një lidhje shkrimtarësh, nuk po flasim për lidhjen e shkrimtarëve. Për çdo lloj lidhje, atë që tha Tonini pak më parë, nuk lëviz nga ajo që tha Tonini, sepse është bazë. Një herë që të ndërtosh diçka, duhet të mbjellësh diçka ti që të rritet të t'japi frutin tënd një herë. Logjika e gjërave, të thjeshta fare. Dhe si u bë ka direkt një mbledhje kongresi, nëse do ta quajmë kështu, dhe më marrim të ndërrojmë një çelsh dhe mbaroi puna. Ku janë të gjithë këto shoqata shkrimtarësh që janë në Shqipëri, që duhet të marrin pjesë të gjitha në këtë kongres, për të përbërë këtë kongres? Ato shoqata që janë jashtë shtetit, duhet të kenë përfaqësuesit e tyre për të vajtur në këtë kongres, që krijohet. Tani se këtu janë ca ligje që nuk të lënë të dalësh nga norma. Këta i kanë thyer të gjitha ligjet dhe kanë bërë ashtu siç kanë dashur. Po ashtu siç ke dashur ti mund të bësh, nuk thot njëri gjë, po të njeh kush. Është Tonin, është një metodë e përhapur, më fal, është një metodë e përhapur në Shqipëri. Të gjithë duhen të krijojnë, të gjithë duhen të kundërshtojnë, të gjithë duhet të japin mendime. Është një auditor kaq i gjerë sa ekzistojnë vetëm profesor, në zonës nuk ka askërkund, asnjë. Edhe ky është për mua, ky është mjerim. Nuk është zhvillim, as nuk është arritje, nuk shkojmë askërkund. Ne jemi ato që i bëjmë gjithë botën, i bëjmë shqiptar, gjithë alfabetet i bëjmë shqiptar, gjithë historitë i bëjmë shqiptare, të gjitha. Por kjo nuk është me fjale diçka logjike. Në qoftë se ishte diçka me vlerë në atë luftë që u bën në kohën e demokracisë, që ta rrafshojmë dhe ta bëjmë nga fillimi, këtu konsiston ai rregulli që duhet prishur lidhja shkrimtarëve të bëhet nga fillimi, jo të prishet fabrikën.
Lidhje shkrimtare ta rrafshosh sepse ka një ideologji tjetër dhe ka një ndërtim tjetër në këtë kohë. Ndërsa fabrika ishte një fabrikë që prodhonte, në gjitha sistemet prodhon një lloj. Po nuk mund të ekzistojë një lidhje centrale e artistëve. Artistët kanë lindur të jenë të lirë. Kanë lindur të jenë të lirë. Nuk mundesh, sepse nuk ekziston. Nuk ekziston të bësh dy rryma. Nuk ekziston të bësh dy rryma. Bashk. Në atë sistem, prandaj dhe ai kishte vënë emrin lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve, sepse i kishte lidhur ai, i kishte lidhur pasi një komptim po punon këtej mrapa murit. Nuk ka gjë, nuk dëgjoj zhurmë. Nuk dëgjoj. Ai i kishte lidhur pas idesë së tij. Ndërsa sot ai nuk lidhet askush, gjithse kush ka idenë vet. Kjo është pikërisht. Alma, kush po na flet andej se shikoj që është dikush që punon nga Tonini, sa. Jo, po them këtu që ka shkruar Anila, çfarë thonë? Po në fakt Anila, siç thash edhe më parë, është mundur të mbroj vend pak, se po punon një komshi këtej nga muri, po hap një prim në mur. Po më shmend edhe mu. Pa diskutim, mund ta ndrosh. Pilo, në fakt kemi Anilën. Përshëndetje miqtë e mi të nderuar, Toni Nikollë, Alma Mehmeti dhe Pilo Zyba. Ju uroj për këtë emision i cili bëhet kaq transparent dhe i menjëhershëm pas asaj që u turbullua. U trumbetua, se çfarë kam sot. Pas asaj që u trumbetua aq shumë, por që pati shumë mangësi. Po ju ndjek me vëmendje. Mund të futesh në panele, dashur Anila, të presim. Dhe këtu mes nesh na shështuar dhe mikesha jonë Lola Shehi. Mirëmbrëma. Lola. Është kënaqësi vërtet që ta më dëgjoni. Po, të dëgjojmë shumë mirë. Është kënaqësi që të kemi këtu mes nesh, sepse përderisa je këtu, do të thotë që edhe fjala jote duhet jetë e nxehtë në këtë emision. Jo vetëm kaq, po na zbut pak edhe nervat mua e Pilos. Normal. Tani në fakt, ande nga jam unë, është pak e rrallë të jemi të ftohtë. Po bëjmë si po bëjmë, po mundojmë ta moderojmë. Jemi edhe të nxehtë, edhe të vakët. Bishun i pak. Zakonisht ky emision është gjithmonë i nxehtë, Lola. Në fakt Lola moderon në gjithë ato emisionet dhe vet, kështu që do moderoj edhe këtë qetësinë e vet tani. Absolutisht pa merak. Tani Lola, si e keni përjetuar, sepse ne të tre jemi jashtë shtetit, sinqerisht. Ju të Shqipërisë, si e keni përjetuar këtë fakt? Çështjen e mbledhjes së kuvendit për rilidhjen. Okej, atëherë unë di të them, të flasë pak më në historik, unë kam qenë pjesë e grupit edhe kur kemi bërë një tentativë të tillë para 5 vjetësh. Kam qenë pjesë edhe atij kuvendi dhe ai u quajt rilidhja apo rizgjim. Ka qenë një kuvend me përfaqësi shumë të gjerë, ka qenë me rreth. Më fal të ndërpres, Lola. Do të dëm politikës pak me rilindje. Më fal të pyes, Lola, mos ka të bëj ky organizimi juaj para 5 vjetëve me atë që u ngrit dhe foli Agim Xheka? Po. Edhe unë kam qenë pjesë. Të lutem sqaroj një çik më me imsi, të lutem. Atëherë, të paktën aq sa di unë, domethënë me çfarë kam parë me sytë e mi, atëherë bile isha dhe pas syze, shifja dhe më mirë, edhe me veshët e mi. U bë një organizim, u njoftuam kohë më përpara, u zgjodhën përfaqësitë nga rrethet, nga qytetet e Shqipërisë, u mundua të kishte një përfaqësi nga të gjithë, nuk di të them tani nëse ishin të gjithë qytetet apo jo, por kishte një pjesëmarrje goxha të madhe, të lajmëruar kohë më parë për orën, vendin me radhë. Dhe kanë qenë dhe penat e konsoliduara, ata që i quajmë të vjetra, qoftë nga karriera që kanë në organet e medias, si shkrimtar apo në për gazeta, qoftë edhe motorinj, që në atë kohë dhe unë ndoshta konsiderohesha e re në fushën e letërsit, paktën të botimeve. Në atë kohë që kisha dalë në botim. U zgjodhën koordinator, u zgjodhën këshilla e instanca të tjera, organizma që nuk di ndoshta t'i them fjalë për fjalë, më shumë normal.
Agim Gjeka pa të thënë që ne që jemi të grupit nismëtar të kësaj gjëje, nuk do jemi për të zgjedhur. Ne jemi që ta vëmë në lëvizje këtë gjë dhe t'ja ngarkojmë të rinjve, atyre më të rinjve, për të ndjekur këtë çështje. Dhe me sa di u dha Albi Lushit si detyrë kjo gjë për të ndjekur rrugën ligjore të regjistrimit në gjykat. Atëherë nuk e dija që Agimi ishte drejtuar kryetarit që kishte qenë në letra, që unë fatkeqësisht e mora vesh vetëm këto 2 ditë, zotria me mbiemër Sinani, sepse aty në atë mbledhje unë nuk e pash, nuk ishte ai zotri, kanë qenë zoti Mato e shumë të tjerë. Pam Dikoçi, gjithë ata, një pjesë të atyre që ishin edhe në këtë radhë. Albi u mundua krijoj deg në përrethë, nuk dija se si kishte ecur, por me sa u interesova kur pash të shpalljen për të bërë rilidhja apo rizgjimi, si ta themi, dhe direkt kam shkruar Albit në fakt, për korrektësi. Edhe I them Albi, çfarë është kjo që është lajmëruar? Është vazhdimi I saj, ka një tjetër, ku qëndron ngërçi, bie ajo gjëja që keni nisur ju grupi atëhershëm. Edhe Albi më tha, ne nuk ecëm, por unë kam bërë gjithë përpjekjet, por është lënë kjo punë sepse nga përpjekjet e mia u tha shqip që ne ta pranojmë regjistrimin, por nuk rikthehet Godina. Më tha që ishin 2 kushtet, që Lidhja e Shkrimtarëve të mbante emrin historik të saj, Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqipërisë, dhe t'i rikthej Godina, që lidhja përveç funksioneve apo asaj çka do bënte tani tutje, të kishte dhe atë kujtesën historike të atij organizmi ta quajmë. Në rregull, I thash që të di dhe unë çfarë të prononcoj, sepse të themi të drejtën tani ne jemi të njëjtët, ju për aq sa keni qenë në Shqipëri, besoj keni parë në për aktivitete të njëjtët shëtisin, sa këtu, sa atje, ata që kanë mundësira. Apo jo, Pilo, ke qenë dhe ti vetë edhe Alma, po ashtu, qoftë në aktivitete brenda, apo jashtë kur kemi qenë të ftuar. Komunikova me disa nga miqtë dhe më thanë, ata nuk e bën dot të mundur, por ne na intereson si pena tani që jemi, ose që na pëlqen, apo e ndjem veten mirë në këtë rrugë, le ta bëj kush të doj, po t'i japi zë kësaj gjëje. Pash njoftimin, ishte ditë zyrtare, komunikova që unë nuk e kam pamundur pjesëmarrjen në kuvend, shfuqujt nga fillimi, nga mëngjesi e deri në mbarim, atëherë u tha që ata që s'munden të jenë në votime. Fakti që më kishin ardhur ftesa nga disa drejtime, nga disa miq, që I njihja, nuk them dot që si njihja, thash, mendova që te pjesa e kryetarit, se unë nuk e kisha parë paraprakisht, unë nuk di të them nëse këta grupi nismëtar a kanë bërë takime më para, a kanë diskutuar platformën, a kanë mbledhur antar të themi nga ata që ishin, apo nga këta të rinjt që pretendohet, nëse kanë bërë mbledhje, kanë konsoliduar ndonjë mendim mbi emrat, qoftë për kryetar, kandidat për kryetar, apo qoftë për këshillin drejtues quaj, se e votova, po ndoshta më ka shpëtuar ajo emërtesa. Këtë pjesë nuk di të them, sepse unë për mungesë të kohës time materiale, kohës fizike, sepse jam në punë, kam një profesion tjetër, një punë shumë të lidhur, nuk I kam ndjekur, po dhe mendova që mos nuk kam qenë unë në dieni të kësaj gjëje. Okej, vetëm konfirmova, tash do vi në orarin, më thoni orarin, kur është do shfrytëzoj pushimin e drekës nga institucioni, s'do shkoj të ha drek, do vi të votoj. Shkova dhe me thënë të drejtën, nuk është se Mlano I shije shumë të mirë, ke kryetari ishin vetëm 2 emra. Ndërkohë unë kisha paramenduar të paktën emrat e atyre njerëzve që më kishin sjell mua ftesë për të qenë pjesë. Mendova që do kishte 4-5 emra, mendova. Ishin vetëm 2. Dhe nga ata 4-5 që më sollën, unë dua të jem e sinqert, nuk është se kishte ndonjë që qëndronte më lart në nivel si Mujo Buçpapaj. Të duhet ta them shumë pastër. Qoftë nga statura letrare apo
botues apo si njeri të them. Por mendoja që duhet kishte më shumë kandidat, se më duket si një garë parival, mendimi Ne im. në këtë rast, më falë se po të ndërhyj, ne në këtë rast nuk po merremi me individët. Jo, Po merremi ne po merremi me parimet. po, Se do të them diçka unë, konkretisht. U bë zgjedhja punë të vetë. Dje ishte një shpallje në Facebook apo në gazetë apo kështu, që thoshte lidhja e shkrimtarëve e Shqipërisë është e përbërë nga 50.000 antarë. Dhe një mik i imi, që është më i madh se sa unë në moshë, që ka një karrierë kombëtare të njohur, jo se po e them unë, se nuk do të përmend emra, i thot, më falë ti kryetar, kur i zgjodhe gjithë këta antarë ti, sepse ti dje e krijove të re këtë shoqat, dje, do më thënë more Chelsea ti dje, ku i gjete këta 50.000 shqiptarë, artistë, një e para, dhe e dyta, këta 50.000 veta, njëherë duhet të pajisen me dokumenta që ti quash antar. Ka që kollaj para që ti 50.000 veta, shiko, në Shqipëri, edhe në kohën e monizmit, se nuk dua të flas për kohën e monizmit, se është tjetër gjë, kam shumë për të them, po. Në kohën e monizmit, më fal, çdo rreth kishte 10, 15, ja 20 antar. Se kështu i thot ai, nuk po e them unë këtë. 20 antar, Tiranës po japin 100 antar dhe Shkodrës, Elbasanit, Durrësit, edhe Korçës, e Gjirokastës, e Florës, u bën 1.000. Ja dhe po i shtojmë 1.000, u bën 2.000. Në atë kohë që ishim 4 milion. Jo më sot, që kemi ngelur 1 milion. Filo se ti mu futet e zona ime vlla, se unë për shifrat jam diplomuar. Urdhro. Dhe unë këto shifrat, zakonisht, kur i dëgjoj, unë nuk i përtyp dot. Unë këtë nuk e kam dëgjuar, unë di në 2 prononcimet vogla që mund të kem bërë, kur dikush ka qenë shumë kritik ose mohues dhe dikush tjetër ka qenë shumë promovues, unë si natyrë jam pak kështu si me këmbë në tokë, si jam as militante, as opozitare e përjetshme. Më pëlqen të bëj opozit, realisht. Dhe unë nuk e kam dëgjuar të punë antarësisë, unë di që kam thënë, punë të mbarush u qoftë taj të shohi me mira u bëft, nuk e dim. Sot kam parë një status në Facebook që thot për të marrë kartën e antarësisë, sa që unë e konsideroj që sot po starton regjistrimi i antarëve. Po mirë, më fal. Ndërhyj edhe unë pak. Sa të merri frym ju. A ka kritere për të qenë antar? Absolutisht. Dhe sot në atë statur thuhej. A ka një domethënie për të qenë antar? Po Tonin, dhe unë e analizova me ato gjë që e kam lexuar, e lexoj me vëmendje unë. Këto që ka 50.000 antar apo gjitha ka shpëtuar sepse Facebooku ka gëluar nga statuset, unë nuk i ndjek dot të gjithë dhe as kam ndërmend të ndjek, por sot pash status që thoshte për të marrë kartën e antarësisë janë të ftuar shkrimtarët të dërgojnë CV-n, bibliografin letrare me shkrimet, publikimet, një kontakte me radhë, një foto, dhe pastaj do vlerësohen në varësi se kush do t'i vlerësojë nuk e di, por thoshte do vlerësohen. Pra, edhe nëse unë sot dërgoj ato që kërkonin në atë status, CV-n time letrare, të themi apo jetësore se letrarja hyn më shumë, nuk them që unë sot u antarësova ke lidhja. Ke quar si puna aplikimeve, ti aplikon dhe pastaj duhet ketë një grup për zgjedhës, nuk e di. Unë nuk e di ta them këtë pjesë patjetër që duhet ketë kritere, por nuk e di kush i vendos kriteret dhe kush i zbaton kriteret. Domethënë, këtë pjesë unë nuk di ta them. Mbetet për tu parë. Dhe këto ditë unë kam thënë vetëm mbetet për tu parë. Jo, atëherë dëgjoj Tonini ka ne mendojmë se ndërtojmë demokracinë me të njëjtin mentalitet monist. Vallahi, po që për monizmin Nikol... Ne po të shikojmë me përjashtimet e veçanta të disave që kanë arritur ta kapërcejnë mentalitetin, ta kapërcejnë vizionin
të fusin filozofin, qoftë në poezi, qoftë në artet figurative, qoftë në prozë, edhe në muzikë, që këto janë pak. Të tjerët janë njësoj. Herojnë partizan që ishin pozitiv, tash janë negativ, herojnë negativ, zogis, tash janë pozitiv. Pra, me koncept nuk ka ndryshuar asgjë nga teoria e realizmit socialist. Me përjashtime, nuk është 100%, me përjashtime të veçanta, sepse lexojmë prozë që dikur do të quhet disidente, po sot është normale, e zhveshur nga klishet, e zhveshur nga servilizmat, e zhveshur nga lustrimet, por që tregojnë realitetin. Lexojmë prozë e poezi filozofike, që disa thonë unë këtë nuk e kuptoj. Poezia nuk është për të kuptuar, është për të ndjerë, për të shijuar, për të patur, për të depërtuar brenda teje. Ajo është poezia e sotshme. Dikush e ka poezin industriale, e prodhon me kry. Dikush e ka shpirtërore. Dikush e ka bejte. Gjithë provojnë. Por, për mua është rëndësishme mentaliteti. Janë 35 vjetë që themi demokraci, që nuk të ka vu kush mi fjalë as ligje, as pranga, as buzhe, as litar, as gjë. E ti çfarë ke bërë? Kur ke dalur? Atëherë kjo lidhje me çfarë baze do ta filloj tashti, çfarë filozofie ndërtimit ka brenda saj. Kjo mua më shqetëson, filozofia e re që përcjell. E si mund të përcjellë? Unë jo të gjithë ato që në kam mishë, vjen keq me fjalë që mos ma kuptojmë një fjalë si çështje direkte, por si çështje koncepti, si çështje mentalitetit. Në qoftë se nuk do të ndrojmë me fjalë, jo këmishën, se këmishën e marrim të Armani, e marrim të tjetri, por do të ndrojmë atë këmishën e pashdueshme këtu mrena. Këmishën e mendimit dhe veprimit, krijimit, fantazisë, filozofisë, ndryshe. Tonin më lindë drejta të bëj një pyetje për këtë që the. Dhe pyetja ime është kjo. Këta antarët që pranohen në këtë shoqat, fillojnë nga dita e parë dhe kur mblidhen të gjithë antarët bëhet kongresi, apo bëhet kongresi një herë dhe të rrasim dhe ca antarë nga mbrapa? Të lutem, ma sqaro. Për mua, edhe për të bërë një kongres duhen ja 12 muaj përgatitje. Jo 12 orë ose 12 ditë që kanë bërë. Edhe jo 12 kanë pasur tani ndoshta është një gjë menduar prej 12 muajsh më parë. Ndoshta, dhe unë këtë nuk di ta them, prandaj tash nuk di. Atëherë është deklaruar në 12 ditët e fundit. Edhe me tagimet e personalizuara, që nuk ashtu. Unë në vitin 2001 kam qelluar, më falni se po kthej pak në diskutim. Unë nëpërmjet një mikut punoja e banoja në Piacenza atko, ishin pushim, thot, është Ana Oksa, thot në Radio 1, thot në Milano, thot. A shkojmë, thot, si spektator, si thonë ato, si figurant në sallë, si merre si dush. Po mirë, i thamun, e duke shkuar makini, thamun se Ana Oksa kështu, duke u krenuar me tem. E mirë shkum atje. Në kërkova, isha diku në ato shkallët e kinemas, ishte si kinema, jo, ishte një si skenë atje në fund, edhe kërkova me fjalë që të them diçka. Vinin ato të stafit me letra më dorë, po i kishin porosit, i kishin përda një në kryt, një në fund, një në mes, një atje, një këtu, e ju jepni ato letrat që ishin pyetjet e përgatitme e kështu. Edhe qëlloj që ja dha njërit këtu afër meje. Edhe i them unë këti, a mund ta lexoj unë, i thash. Sepse jam Ana Oksa, e pranoj vetë me fjalë. Unë jam shqiptar, vajza Qazimit foli atje. Prezantoj nisi, e kishte në orkestër me Çifteli atëherë nga Kosova, që ishte shumë interesante në fakt. Ai thash, a mund ta lexoj unë këtë përshëndetjen, i thash unë se jam i vetmi shqiptar këtu. Edhe ai nuk interesote. Pse, i tha? E u çavon letrën në xhep. Edhe i them, të përshëndes Ana Oksa, ndoshta këtu, ndoshta ka 10 tjerë, se mos korrigjoj, po ndoshta jam në shqiptarët e rrallës jam në skenë. Di çka ka bënë Ana Oksa? Ana Oksa
Më nga po me dorë hajde këtu. E kam shku me fjalë deri te plateja, po më thanë ato shiko tha. Lena anën që thot, se nuk mund të hypësh në skemë, thot. Sa jo kështu ashtu, i ka tipi, thot, nuk e ja. Po bëja kështu, tha, për i këtu, tha, edhe hik. A kupton, pra. Jo, desha ke hapin ti. unë e kisha Aja bërë ti anës ashtu. Po ja bëra, si sa bëra, sa ka bërë të tjerë. Mjafton kaq. Edhe Quhesh edhe pjesë e ekipit të anës. Jo, desha i kisha të tjetër kundun. Që aty, që edhe ato në rastet e tilla çojnë kështu mesazhe i caktojnë njerëzit. Kështu kanë bërë edhe këto si kanë caktuar njerëzit. Po për të bërë një kohë, për t'ia vënë emrin Kuvendit, do të jetë Kuvend. Do të ketë o përfaqësues me fjalë të zgjedhur prej një njësie, një bashkësie, një shoqate nga këto të vogla, klubet letrare që janë, edhe të shkojnë të përfaqësojnë atje. Sepse nesër do të lind e domosdoshme për të bërë kongresi i ri i shkrimit, sepse po zihen Kazani, a kupton? Edhe është e nevojshme, sepse tash i po shkruajnë njerëzit siç duan. Unë do më shkruaj thon dialekt, unë do më fol dialekt, unë do kam xhetrar, unë kam kështu, unë kam kështu. Por këto i vendos një kongres i ri, që vendos norma e gjëra të reja. Nuk mund t'i vendosin kështu në mënyrë spontane si na shkon në përmend neve, një natë, po bëjmë një lidhje, po bëjmë një kongres, po bëjmë një Kuvend, po zhujmë shtjelma, po rrifemi, po pajtohemi, nuk bën. Alma, ingecim. Po i dashur, unë doja t'ju bëja një pyetje konkrete të treve, të njëjtë. A e keni menduar veten tuaj brenda lidhjes të shkrimtarëve? Unë jo, kur? Për mua nuk përbën diferencë dhe kur më kanë ardhur ftesat, u kam thënë, për mua unë ngelem kjo që jam me dëshirën për të krijuar apo për të botuar dhe nuk më përbën diferencë nëse jam pjesë e lidhjes së shkrimtarëve apo jo. Mendoj jo. Në atë format unë jo kur. Kur më thuaj kur më ka thënë që jam në italianët. Në atë format, jo. Megjithatë, unë nuk më pëlqejnë partizanizmat dhe faktikisht mujon e kam parë që ka qenë sepse ai duke qenë dhe një drejtues ose pronari, një shtëpi botuese, ai e ka pas punë të tillën që shumë autorë janë drejtuar te ajo shtëpi, kanë bërë promovime. Dhe ndoshta këto takime, këto promovime mund të kenë shfrytëzuar gjatë kësaj periudhe për të marrë në një konfirmim se sa persona duan. Ndërsa për pjesën e antarësisë mendoj që ai kryetari i mëparshëm mund të ketë pas një listë me emra aty, ku di unë tash me antar me karta pa karta. Kjo është ajo që them unë. Nuk bëhet me njohje kjo, me personalitete, me misira. Aty nuk ka kushëni, pa aty ka nepotizëm social, nepotizëm shoqëror, që njohin njëri tjetrin, ka njëri tjetrin. Nuk ka nepotizëm gjatur. A kupton? Po mirë tani, ti mendon se ka ndonjë grup apo të themi këshill apo këshill vlerësues që besoj i ka tagret të zgjedhë se kush duhet të jenë në këtë lidhje apo jo, sepse për fat të keq emër kanë ata që vinë nga koha e monizmit, që kanë qenë profesionistë, kanë qenë të paguar për të bërë rolin e shkrimtarit. Sot shkrimtarët shumica janë që ku e di që profesione mund të jenë dhe botojnë me kontributet e veta. Lola, këtu mendoj ka më talentuar se ato, sa për dini. Këtu mendoj që është gabimi. Që më duket Toni një kap e disi, po ti Lola nuk po e kap atë si ide. Shiko, kjo lidhje shkrimtarësh nuk ka lidhje me atë që ka qenë. Prandaj do shkojmë në gjykat të krijojmë një lidhje shkrimtarësh. Atëherë Pilo nuk e kuptuar një gjë. Kjo është vazhdimi i saj sepse vazhdon me të njëjtin nip, vazhdon me të njëjtin nip dhe me të njëjtin vul. Më fal. Po do të thonë me të njëjtën tru, me të njëjtën mentalitet. Dgjoj, unë po flas me dokumenta zyrtare, thash, duke qenë nuk i dal dot nga profesioni. Një subjekt që mban të njëjtin nip, le ta ndryshoj emrin si të doj, është si ai personi që le ta ndrrojë jetë emrin sa herë të doj gjatë jetës, por ka një ID dhe mbetet ai person.
Dhe këto, aty u tha Ka të shqip. njëjta shenjat Më e fal, gishtëve. pra, në qoftë se thu, do ta riorganizojmë. Numri 1 është poshtë vulat, poshtë emërtimit, poshtë ta krijojmë. Ajo nuk quhet riorganizim, quhet krijim pastaj. Krahasimi nuk është i saktë. Në kohën që Tonini e tha pak më parë dhe e tha bukur, në kohën që kemi një lidhje shkrimtarash, kemi dhe një program të kësaj lidhje. Dhe në qoftë se krijojmë një të re, duhet të kemi përpara programin e saj, pastaj krijohet lidhja. Pilo, këtu ishte fjala e Agim Xhekës. Nuk ka marrë, shiko këtu, nuk ka marrë unë, shiko ti ke mbaron një universitet. Po. Të lutem jep mua lejen e punës tënde, se po rri dhe punoj unë iki nga Tirana punoj në Durrës me lejen tënde. Në vazhdimsi, vazhdoj. Nuk punon dot. S'punoj dot. Pa i, pse pas ka një lidhje shkrimtarësh në të çifitekuar, që nuk është më çifitekuar, sepse që nga momenti që është hequr lidhja, ai vazhdon atë, çu e vazhdo ka atë. Pilo, kolona e 5 në këtë gjë, nëse do ta quajmë kështu. Po këtu më rri atë. Do ta quajmë kështu. Është kryetari që ishte, sepse këtë e tha Agim Xheka dje. Kur kërkova vulën këtij Sinanit, më tha që vula ka humbur. Dhe gjykata na tha që ju, meqense s'keni vulë, nuk mund të depozitoni as dokumente. Ndërsa dje ftesat dhe fletët ishin të vulosura me vulën lidhja e shkrimtarëve. Dhe unë prandaj po të them që kjo nuk ka si lloj vlere. Dhe gabimi për mendimin një sekond mua. Po. Sepse e futëm Lola me shpresën që do ju qetësonte, por nuk është e mundur. Kështu që merrni 2 minuta kohë t'ju qetësoj në një mënyrë tjetër. Ja të ndjekim çik të këngën këtu. U lidhën, u zgjidhën, rilidhën përsëri me oskurin e brekve, thurur me flori. Për kokë më kokë, vullosën pa vota, 5.000 që 5 shok, mbi parimet të kota. Lidhur zgjidhur mbetën, me kokë më njan, shqiptari nuk ndryshon, njëri tjetrin do han. Dhe pa diskutime, zemërimi pa fund, një listë plotësuar, nga pema u shkun, dhe vula e humbur, më në fund u qet, mbyllur me dryr, po nga lidhja vet. Lidhur si dhur mbetën, me kokë më njan, shqiptari nuk ndryshon, njëri tjetrin do han. Dhe arti po hum vlerat, paraja kur sundon, në krye mbetën plethrat, se cili gjëron. Dhe arti po hum vlerat, paraja kur sundon, në krye mbetën plethrat, se cili ligjëron. Shiko, më shani po deshët, po këto janë tipsimet e mia. Tonini me gjetë këngën. Atëherë unë e pash, se unë po dilja të vula e humbur dhe e vjetur. Po, prandaj të ndala. Do me thonë, dhe kjo është e vërteta,
që sepse unë thash, unë kam qenë pjesë, jam përgjigjur aq sa kam mundur, dhe bile mbaj mend që dikush pa të propozuar që t'isha te këshilli organizativ, diçka e tillë, dhe mbaj mend Gimi Xheka, për këtë tha për Lola Sheheni thanë ata. Tha Lola e meriton, tha plotësisht, tha po është problemi, tha se Lola dhe kur ka aktivitete pyet, ç'a ditë i bie? Po si ra ashtu në dje Lolo nuk e ke. Kështu që dhe i thash faleminderit shumë që më mirë kupton. Nuk dëshirën e kam madhe, ju mbështes, por unë nuk kam kohë fizike. Dhe prandaj thash që dhe në këtë radhë unë nuk di, s'kam qef të bëj insinuata në momentin që nuk e di konkretisht nëse jam bërë hapa më parë, por mendoj që ishte një fakt, një fryrje e pa nevojshme, mendoj unë. Por është vazhdim, për të jeni sigurt që derisa mban të njëjtin nipt dhe të njëjtën vulë, për mua është bashkim. Në qoftë se do ndrohet nipti dhe vula mbetet për të parë. Atëherë do jetë unë e para që do them. Tonin, unë me ty e kam të keqen. Ido. Në këtë rast mua më bie të merrem me ty edhe të them të humb të vula. Se ne kemi pas përfyrje kur thoshim të humb të vula, po tani po të humb pasi vula, pas ke vazhdim sikur humb të vula. Mu nuk ka qëtë në humb, s'kam patur vull kur. Kështu që jam rregull. Jo, në këtë rast është humb të vula. Në këtë rast është me humb të kauza. Me humb të kauza. Të më shef të vula, jo të humb. Të shef të vula, se do të ta blejnë shtrenjt. Do të ta blejnë shtrenjt për ta gjesh. Mos ta vulgarizojmë muhabetin. Do gjë për mua këtu, le të bëhet lidhje, le të bëhet bashkim, le të bëhet nyje, le të bëhet me fjalë si dojnë, a kupton. Se mu gati nuk më intereson. Po mu më vjen keq me fjalë. Që çdo gjë në gjitha veprimtarit politike, ekonomike, kulturore, diçka të tjetër, atje punohet, pa sens, pa mas, me një mentalitet komplet, me rrënjë të vjetra. Dhe gjithë thonë jemi të lirë, po janë të lirë në atë llojin e lidhur. Një gjë do shtoja. Kjo është gabimi që neve nuk na lën, sepse ne ala njishit. E nishi kush është? Nishi jam unë. Shiko, një gjëra me vlerë, po nuk ta thash unë një që më të dhanë mend për gjithë këto gjërat me vlerë ty, nuk ekziston. Një pyetje do bëja, nëse kjo është gjë kaq e mirë. Ato grupime, ato. Dëgjojmë pak Alman. Palma. Unë s'po flas sot, më keni vënë përpara. Këtë doja të ndalesha pak këtu. Nëse kjo është një rilidhje kaq pozitive, nuk e kuptoj pse ka kaq hatërmbetje, kaq postime, kaq shkrime këto ditë. Atëre Alma, këtë besha të them, në qoftë se unë isha personi indiferent në atë grup njerëzish që vajta për të votuar, kishte persona të tjerë që patën lobuar 2 ditë, 3 ditë para. Patën lobuar. Edhe 1 muaj dhe 5 muaj para. Okej, po them, nuk kam qenë shumë në dieni për më përpara, po them. Patën lobuar. Unë nuk e di se çfarë pritshmërish kishin, por personat që lobuan më fort, unë i pash ishin ata që ishin kundërshtarët më të edhshëm mbas realizimit të kuvendit. Dhe unë këtë nuk di çfarë ta quaj, ne e kemi pak në gjë. Do ata doni të shpërblimin. Nuk e di tani. Ndoshta kanë krijuar pilo. Njeriu mërzitet, unë kam thënë gjithmonë, kur më thonë, a u mërzite, i them, unë mërzitem vetëm po krijova pritshmërinë. Momentin që s'kam krijuar asnjë pritshmëri, nuk kam se mërzitem. Do pranoj ose do jem kritike, vlerësuese. Ja vlen të shkoj te Tonini apo ja vlen të shkoj te Pilo. Por nuk kam pritshmëri. Nuk po ka premtuar çekun as Tonini as Pilo. Dhe unë nuk e di çfarë pritshmërish kishin, prandaj unë nuk di, jam shumë e ngatëruar në këtë pjesë. Nuk di sa. Ja, po kur e diskutove nëse Për shembull, unë nuk kam asnjë lloj
as nuk kam patur, as nuk kam ditë, unë kam marrë vesh javën e fundit nëpërmjet postimet miqve të mi. Unë s'ka pas as pritshmëri, as iniciativë, as dëshirë, por në mënyra urgjente, vetetim, se që u bën, si u zonë deputetet. Do vini, ishte dalë ditë aty një rregull aty, kur shkrim tu shkuj emrin, kishte një cop letër aty në fillim shkuj emrin. Zgjedhja, pjesëmarrja, në këtë formë pjesëmarrja ka qenë e lirë. Cili do që e quan veten shkrimtar, që ka minimalisht qoftë edhe një botim, kishte dalë në njoftim që në orën 9 deri në 10 bëhet regjistrimi i delegatëve. Shkruanin emrin me datat e tyre dhe mund të merrnin pjesë. Pra, hyrja ka qenë e lirë. Nuk ka pas një listë për zgjedhurish. Do me thënë mund të futë edhe një çoban? Po. Të regjistron të emrin dhe i quaj poet, edhe votonte atje për. Po që se kishte botuar në një libër dhe çobani është shkrimtar. Po çka kuvend është ai? Kuvend të kantuar pas motorën. Çka kuvend është ai? Si bota shumë. Më fal tani, ai kishte kontrolluar 200 dele. Zbriti nga delet, erdhi aty, hodhi firmën te letra dhe votoi për kryetarin. Po miro pilo. Tani se kam dikur kam shkruar një poezi unë Muçodema nga Skrapari. Shumë mirë ke bërë. Në fund të fundit tha ai, ju qa ishit tha. Tha në një stan kemi kullotur dele, tha edhe dhallën një stan kemi pirë. Ju që u bët tha dhe deri tha kryeministra, qa bët më shumë se unë tha. Më merrni atje në Tiranë tha, të bëj edhe unë tha punë si ju atje. Tani e ti lëm këto punë. Atë të shojmë, kjo gjë mbetet pilo. Nuk ka cilësi, aty ku nuk ka kriter për zgjedhës që në start të gjës. Këtë gjë unë nuk e mohoj. Sot jemi mbledhur konkretisht për këtë që the. Atëherë, unë nuk e pretendoj cilësinë dhe nuk kam shprehur asnjë superlativ dhe vazhdoj të them, mbetet për tu parë, në qoftë se kjo gjëja do jetë si ai tjetri që unë si kam ditë emrin kush ishte. Dhe nuk e kuptoja kur ishte një kryetar lidhje, çfarë po përpiqeshim ne tjerët që u mblodhëm ja 2 ditë atje para 5 vjetëve, dhe çfarë nuk e dini se s'keni si ta dini juve historinë e lidhjes shkrimtarëve, jeni të vogla ju. Mos ma marr për keq fjalën që po them, se shaka po bëj. Tani të lutem pilo të lutem, unë dhe aq e vogël nuk jam, po të vogël je. Sepse ti ke jetuar në Shqipëri. Unë e pranoj Lola që jam e vogël. E di pse të themi e vogël, sepse nuk merrem me moshën, unë nuk mund të caktoj moshën. Kur themi e vogël, them për tjetër arsye. Më 2004-ën, këta zotërit që bën zgjedhjen e këtij kongresit, që ti nuk e di, po ta them unë, sepse unë jam i lidhjes së vjetër që më 80-ën, 79 bile fare. Ti ngele i lidhur gjithë jetën o vlla, po vazhdo ta dëgjoj. Dhe këta ky Sinani që ishte tani, se po ta them me emër se unë e njoh më mirë se sa të njoh ty, se ty s'të njoh mirë, se s'kemi pirë kafe të ngremi dreka bashkë. Me Sinani kam ngrem pirë kafe unë në parafin. Ky Sinani u bë antar i lidhjes, u bë kryetar i lidhjes. Edhe kur u bën vitin tjetër zgjedhjet e reja, dhe erdhi Pilon për të marrë Chelsea, ai nuk i dha Chelsea në lidhjes. Edhe ai tjetri që erdhi me vonë kë që lidhen e shkrimtarëve. Edhe ky vajti ky që lidhen e shkrimtarëve, dhe tani Berisha e hoqi lidhen e shkrimtarëve fare. Këta janë ata. Prandaj unë jam i revoltuar. Se unë di gjenezën, nuk flas për sot. Sot është tjetër gjë. Unë nuk kam qenë atë që zgjedhur sot. Është tjetër gjë. Pilo dikur ishte kritere. Edhe pas 20 vjetësh, ka ky njeri i cili ky që erdhi, sepse ky ka qenë dhe përpara, se ti nuk e di po e di unë, se po flas i revoltuar. Është pa një njeri që urët në tavolinë edhe e shet vullën. Po ka ardhur koha shit blerjes re vllava. Tani më thuaj çfarë nuk u shit dhe çfarë nuk u ble. Po në qoftë se jemi kështu atëre, bëkemi pjesë kot në një lidhje shkrimtarësh. Që kemi agjenci. Atëre kemi drejt të diskutojmë. Kemi drejt të mërzitemi. Jo, ne që i flasim këtu dhe që unë jo se e mendoj, po të paktën 3 i njoh, zotrin e njoh vetëm si shkrues, nuk e njoh më pjesë tjetër të karakterit, po të paktën të treshën këtu e një, ne jemi racë në zhdukje, ne që nuk blihemi dhe nuk shitemi.
është shumë e thjeshtë në Shqipëri. Të thash që pjesën e shifrave, të ankandit, të çfarë quhen, i kam pjesë të zanatit, e shoh që sa shitet e sa blihet, se unë kam studiuar term financiare, por po shihet po blitet morali tash se mallin e dimne, që Po mirë, Lola, të bëj një pyetje që ti je më afër Tiranës se sa gjithë në tjerët. Ne jemi mysafir. Dëgjon edhe për shpërimet atje, dëgjon edhe çdo gjë. Atëherë, çfarë presim ne si krijues, se fundit është zgjedhur për dëshirën time, po do të jetë edhe lidhja ime nesër. A kupton, për një problem apo për një gjë tjetër. A kupton, pra nuk ne po diskutojmë se a është bëu mirë, a nuk është bëu mirë. Atëherë, çfarë pres unë me fjalë nga kjo lidhje? Unë. Ti. As unë nuk e di se çfarë pres, sepse në qoftë se do ishte paraqitur një platformë mbi bazën e kujt do funksiononte kjo lidhje, dhe unë nuk kam asnjë pritshmëri. Unë më ka ngel vetëm të themi, është si puna e djalit që ta sjell nusën në shtëpi dhe thot kjo është baba. Dhe ti thua të presim të shohim ç'mall do jetë. Kur ai ka shkel etapat, kur s'të ka prezantuar ty, kur ti zdi kë ke mikun, zdi nga vjen, zdi qa. Ne jemi përballë një fakti dhe s'ta ngelet gjë tjetër. Nuk kemi çfarë presim. Unë nuk mendoj që presim. Gjyshi im s'ka patur asnjë klasë shkollë. E kur merrte rrogën e vinte me gisht atje. Por kur u rritën xhaxhallarët e mi, mas babës tim se ka qenë i pari, për të martuar, doshim u shtu në një dhomë se s'kishim ku të rrinim. Ai ka thirrë një murator aty të Katunit, ka marrë shkop, e në bërë shtëpis, ka po unë e du, nisi tu me hy këtu, me dal këtu, derën ke malon këtu, i dritare e du këtu, edhe në vitorën e du këtu, e i shtu e du shtëpin se s'kam vend tjetër. Okej, ashtu e bon. Pra platforma ati ka qenë kjo, ideja. Po këto platformë, tu të shi ne të shkolluarit, prej ne shkollëzojnë, e do mësojnë, o do na pëlqejnë, o do mobilizohen, o do rëzohen, e ku t'ju se që do ndodhë. Tonin, edhe në këto platformë, banjën e kanë krijuar patjetër të garantoj për këtë. Bilet 2, një për femra, jo 3 banja. 3 banja, një për femra, një për meshkuj dhe një për njerëz me aftësi ndryshe. Po të kuptoj. Jo, e kam fjallën që pa platformë, a dash paraqiti platformë, mu diskutu platforma, pasaj mu mbledh njerëzit me diskutu, e me arrit. Një platformë të bërë publike se si do funksionoj, me kuatizacion, çfarë do t'i përballoj shkrimtarëve. Unë nuk kam lexuar, prandaj them, ka apo s'ka, nuk di ta them, publike nuk është bërë. Tani, unë prandaj thash, unë diskutoj mbi ato gjëra që kam parë dhe kam dëgjuar personalisht. Se normal. Shiko, Lola, duket sikur neve po të vëmë ty me shpatulla për mori, kupton se po. Ti je Tiranë, ti afër lidhjes aty, ti je në Tiranë. Ti je një lloj si ne, po ne të drejtojmë 2 pyetje më shumë sepse ti atje, më kupton? Shumë mirë bëni dhe mua më pëlqen kjo gjë. Plus që ti je edhe organizatore për eventet e për njërën për tjetrën. Pra, je pjesë, jo e shoqatës, nuk po them për shoqatë, po pjesë e lëvizjes kulturore artistike në Shqipëri. Absolutisht po. Absolutisht po. Këtë do të them. Nuk e kam. Edhe neve sot që flasim, domethënë që diskutojmë. Unë nuk kuptoj dhe jam dakord shumë me ju, po nuk kam. Mua më vjen keq që s'kam këto përgjigje. Edhe pse militoj këtu. Jo, motor nuk po t'i kërkojmë ty përgjigjet. Ato do të përgjigjet mesin ajër, janë e tërë, përgjigjet nuk ka përshkues kërkuar. Toni, ne të tre po bëjmë pyetje retorike. Normal. Ne që të tre. Ne po bëjmë pyetje që do kemë përgjigje kurrë, e di unë këtë. Megjithatë, unë ndjehem shumë mirë se është një diskutim midis ta personave që e duan fort këtë gjë. Edhe në një shtëpi që ngelet nusja 7 zanë, njerëzit mblidhen nuk e dinë, është vajzë, është djalë. Por thonë, shiko, në qoftë se tani e dinë, po atëherë kur s'e dinin. Përpara. Po, në qoftë se lind djalë, si do t'ia vëmë emrin? Pra diskutohej në shtëpi. Bëhej një platformë, ajo që tha Tonini. Po në qoftë se lind djalë, inshallah lind djalë, se kemi dhe përpush,
do t'ja vëmë emrin Tonin, ose do t'ja vëmë emrin jo Pilo jo, se po push. Atë bëjmë luftëtar. Luftëtar, po prandaj po them. Ndërsa në rastin konkret. Në rastin konkret. Shiko, ai pasë del lopçar. Unë di të them një gjë. Në këto kohë gati e sigurt. Edhe pse neve flasim sot, se mendim e japim, edhe mirë bën që i japim, qoftë për kundra, qoftë për pro. Unë jam i sigurt që me kohën gjërat do ndryshojnë. Pse? Sepse ai që ka ardhur në krye do vi me një parim të ri. Me një organizim të ri. Se pastaj nuk ka kuptim. Pak rëndësi ka nëse do më pëlqej mua apo s'do më pëlqej mua. Ai do bëj punën e tij. Shiko, në qoftë se sot u bë një tip kongresi Leshelin, nëse do të mund ta quajmë kështu, kur të bëhet vitin tjetër në këtë kohë, ta dini mirë që do ketë 3 kandidat nga Durrësi, 2 kandidat nga Shkodra, 3 kandidat nga Përmeti. Të uroj shumë që të jetë ashtu. Jo, kështu do jetë. Pra do bazohet mbi kritere. Por faktikisht kështu do të ishte edhe këtë radhë. Kritere. Kështu do të ishte edhe këtë radhë. Nuk ishin pse nxitoheshin, por ata nxituan për arsyet e tyre. Se mund ta merrnin të organizonin në Përmet, kryetari që ishte, e zem, në Përmet një organizim të ri atje. Në Durrës një organizim të ri aty. Në Vlorë një organizim të ri aty. Në Tiranë një organizim të ri aty. Edhe pastaj kur të mblidheshin të gjitha rrethet, do zgjidhnin nga 2, 3, 5, 7, 10 kandidat, edhe do bënin një kongres. Po kishte sa përfaqësues nga rrethet, kishte. Kishte nga rrethet. Lola, kishte nga rrethet, po përsërisim edhe një herë. Sot është koha e klubeve letrare. Po. E rretheve letrare. E akademive letrare. Si mas ashtu. Nuk është më akademia pak diskutim një lidhje centrale se nuk funksionon më. Nuk funksionon. Nuk është në mentalitet, nuk është në praktik më askërkund në botë. U ka marrë pjesë për shembull disa herë në Brescia, unë jam rezident me fjalë e qytetar e shtetar i Veronës në Itali, tash jam lutë për disa që të pas kam veronez ty. Shiko, unë mendoj që përderisa një vend e gjetëm. Edhe atëre, në Brescia është një grup letrar Sottotono. Unë kam shku një 2 herë ato. Atë kur i bëjnë takimet ato, i bëjnë takimet pas buke, në orën 8 të darkës. Aty ku i bëjnë takimet ato, gjenë kanë do vende në po drum, të nuk më vjen fjala, me në unë, si thonë, në atje katit, se s'po di se si me... Po drum, e të shqiptin, regullësh. Recitojnë, promovojnë, flasin, me një lezet të lek me fjallë, për artin, e për rrymat, sa të duket vetja me fjallë në botë tjetër, edhe pse shkruan këtë botë, kujton se qa je, kur hynë aty prapë, të duket se kur je në një tjetër univers. Ne nuk e kemi këte. Shiko, të tilla ka në Shqipëri, nuk mund të pretendosh që nuk ka. Apo duhen pra, apo duhen, po kanë vlerë. Kanë, por që të përfaqësohesh diku, duhet të jesh një shoqat apo çati apo shembull çfarë duash e regjistruar në gjykat. Me vull, me këto janë të regjistruara në gjykat, të gjitha. Këtu në Tiranë, unë nuk di të ketë një të tillë. Dhe ne të Tiranës unë kam thënë kemi qenë gjithmonë si fëmijët tim. Në qoftë se unë jam ftuar diku, jam ftuar si Lola Shehi personalisht. Jo si antare e një klubi shkrimtarësh, rrethet i kanë. Rrethet të shumtat e kanë dhe i kanë të organizuara. Ndërsa ne në Tiranë nuk kemi pasur. Pa gjëna, pra gjitha të Tiranës nuk pa. Ai do të ketë 18 klube letrare. Dhe unë mendoj, kjo lidhja e shkrimtarëve të Shqipërisë që e quajnë këta, unë mendoj që qëllimi do jetë të përmbledhet të ketë Tirana vetë një organizëm letrar kulturor, se ne nuk e kemi. Unë nuk kam në dieni, nuk e di Pilo nëse di ti të ketë në një tjetër, nuk ka. Nuk do funksionojë, sepse ashtu që janë të ndryshëm. Në ide, në stile, në konceptime, në gjitha janë të ndryshëm, nuk funksionon.
Tjetë një Tani do themi një pyetje. Tani ne do themi për mua, ne? ta Ti mos- gëzoj djali e të shohim se ç'do pjelli. Se s'kemi ç'a themi tjetër. Po, Ha. ti Lona. shani. Ha. Tani pyetja është kush votoi këtu? Ata Kush që nga u dëshiruan, zgjodh? Ku, ë? shkrimtar që u paraqitën atje për të votuar. Do me thënë, të gjithë ata shkrimtar zgjodhen ata që ishin atje. Po Vlejt normal, ishte të ata ishin vlejshëm, kandidatët, këto zgjidhnin. Po pse Kandidatët votojnë? ishin në listë. E kandidatët kush i zgjodhi? A nuk e di pra. Nuk e di a ka pas një gjë paraprake, ne gjetëm Me një pas plot fjalë votimi. Tonin është bërë një zgjedhje me dyrë të mbyllura, me votime të hapura. Edhe ishin dy artistë, po nga mbiemrit të dy më duket se nga tropohet e dy, sikur s'kishte tjetër. Kush ishin ata se kam iden. Dëgjoj. Dëgjoj, ka shumë mundësi që këta grupi këshilltarëve, si quaj, mos ka qenë dhe ka ajo lidhja tjetër, se disa emra unë i njihja. Po gjysmë atje kishin Mundësi qenë, të kenë qenë të trashëguar. po bëj kompromis. Dëgjoj, Nuk e di. që të kalohi Vula dhe Chelsea s'ka, po Vula, që të kalohi nga dora e Pilos tek dora e Lolës, Duhej kjo gjë. duhej një gurgule, kështu Po. quhen nanët tona ndej. Po, Dhe kjo ishte ajo gurgulea, mblodhëm një E. 200 veta, se më shumë se Po. 200 nuk ishin, sepse i shikojnë fotografi, mblodhëm 200 veta dhe për të votuar vetëm 100 veta, sepse ka kamera dhe andej, mos kujtoni se ikin e vinë njerëzit. Gjysma e njerëzve që nga momenti që mbaruan diskutimet, u ngritën dhe ikën, kur erdhi puna për votimin. Prandaj dhe kërciti kjo debatimi aty, por nuk është ky problem. kanë ardhur, vinin për votim dhe ata që s'ishin në sallë. Për shembull, unë nuk isha ke 200-ja. Nuk ka rëndësi ajo, po e kam fjalën që duhej një justifikim për të dhënur Chelsea Toninit. Po normal, më. Dhe, Unë po të them këto ishin zgjedhje të reja e quaj unë. kaq, Do me thonë, ai që Formën për majtje. zgjedhje të reja për një shoqat shkrimtarësh që nuk ekziston, sepse ekziston. Okej, unë u habita që kishim pas ne. Unë era parë që dëgjoja emrin Ati Zotris, nuk dyja gjë vlla. Dhe kur e mora vesh i thash Gimit, po çaj kemi Raul Kazanin e atëre ka ai ku ventilon para 5 vjetëve. Një shok i imi që jeton këtu në Londër, që një 20 ditë përpara, më shkrua dhe ishte shumë entuziast. Vallai tash më bët për duhan, ë? Dhe më thonë, jo, ne bisedë bëjmë këtu. Nuk Absolutisht. se jo, në Dhe studio. thotë, shiko po pilon nuk ka mundësi të vete atje, thotë, po ti do të vesh patjetër. Sepse ti thotë, je antar i lidhjes që përpara 90-s. Pse nuk erdhe tire? Dale re filani thashon. Se unë i thash, mund të kem qenë i të vjetrës. Thash po, unë nuk di këtë të ren, sepse duhet i ha dasmën djalit që të them e martova. I thash unë. Se nuk i theti. Jo dhaj, ti dha do të marrë pjesë, do të vesh atje tha. I thash unë nuk vete atje. Kur mbaroj dasma atje, më thot, mua jo, unë shgënjeva dhot, ti ja për e mirë që s'vajte. Dale i thash unë, se unë pse më the ti, unë nuk do vinja në dasëm, se më the ti. Në dasëm njeriu vete kur e thërret i zoti shtëpisë, jo kur i thon shokët. E kupton. Pra, kjo nuk ishte nga i zoti i dasmës. Të gjithë këta që ishin atje, nuk ishin të ftuar nga i zoti i dasmës. I zoti i dasmës ishte ai që kishte vulën. Në qoftë se do ta quaj. Megjithëse edhe vulën kot e kishte, po s'ka rëndësi. Ai kishte ai. Zoti i shtëpisë. Dhe ai ka bërë një të mirë. Ka vënë atje disa emra me të cilët kanë ngrënë bukë me mua. Ata emra i ka vënë aty, se kemi ngrënë bashkë të tre. Tash Pilon do të thënë diçka të tillë jashtë pyetjeve. Kjo lidhje është krijuar. Unë në fakt e kisha përgatitur dhe pyetjet, po ju s'mlap mua as për pyetjet për gjithë se Po na, ha kisha koncidon pyetjet, po do të bëjmë një mënyrë këtu ndryshe. Po ja, Alma, pa hëna godit me një pyetje tjetër. Jo, vazhdoni tashmë, sepse pak a shumë i kemi Atëre, kjo lidhje është krijuar. Po. Ashtu. Unë ju uroj suksese. Amin. I bindur mi fjalë se nuk ka për të patur asnjë lloj suksesi. Jo pse nuk don, po nuk është e mundur, nuk ka para, nuk ka lek, nuk ka financim. Po kujtim ne. Po mbase është gjendur burimi
edhe na vjen në i lek, ku e dim, të shpresojmë. Nuk besoj. Edhe, sepse do të jenë burime të sankcionume, burime ligjore, jo burime të falme të xhepa, se kështu mund të fal tjetër 1 milion. Po, nuk kam sensin tjetër. Jo, unë flas që të ketë burime institucionale. Ndoshta e ka fuqinë e dur ky person që po merr drejtimin. Janë vjetra fisata në Shqipëri që nuk marrin, janë të regjistruara të gjitha e nuk marrin asnjë centesin. I bëjnë çdo gjë me forcat e veta, shkojnë, marrin petlla në çantë, raki në xhep, shkojnë atje, bëjnë fest, promovojnë libra, këndojnë këngë, hellin valle, shkojnë në shtëpi rahat, lumtur. Këta e dim ne vetoni që kemi vajt në Gjermani. Këta e dim ne. Po. Pse dhe atje petulla ëndrët ju ma? Apo vjen se unë me 31 do shkoj në Gjermani. Me petulla do shkosh? Marrësh me vete? Petulla do e marrësh me vete? Jo, atje është pak ndryshe, atje funksionon pak ndryshe. Atje shteti Gjerman paguan. Ka marrë pjesë në konkurs dhe ka atë takimin final. Shumë mirë. Dhe të thosha këte, problemet janë shumë të vështira sipas atyre 5 pyetjeve që ka bërë, se do të ndihmoj shkrimtarët, do të ndihmoj këtë, do të ndihmoj këtë dhe këtë. Shkrimtarët i ndihmon vetëm ligji. Po të jetë ligji për të vendosur, se ka ligj kundra vjedhjes, ka ligj kundra shfrytëzimit të materialeve të tjetrit, ka ligj për shtëpitë botuese, ka ligj për sponsorit, ka ligj për gjithçka të shpërndarë. Secili nga ne duhet të regjistroj të drejtën e autorit. Është shërbimi që mund ta regjistrosh. Dëgjoje të drejtën e autorit, Lola. Si? Dëgjoje të drejtën e autorit, të ta them unë, të drejtën e autorit. Botoj, kam shumë libra të botuar në Greqi dhe kam një kontratë me të cilën marr 35% të fitimit, pa futur lek në xhep. Domethënë pa hedhur lek. Edhe me atë mendim, vetë edhe i them shtëpisë botuese mbasi mi botoj librat, i thash shiko, të drejtën e autorit do ta jap ty. Libri bënte 550.000. Libri që pagova. I them drejtën e autorit dhe tregtimit do ta jap ty, si shtëpi botuese. Po tha për 5 vjet. I thash bëj kontratën. E bëri kontratën dhe lexova kontratën, po desh edhe ta tregoj kontratën. Kontrata thotë që nga shitja unë marrë 10% në një kohë që unë në librin e kam paguar vetë. Po vetë bëre kontratën o pilo, kush të detyroj? Nuk e bëra. Se po ta bënja ishte tjetër gjë, por nuk e bëra. Po domethënë kjo ishte kontrata. Shiko këtu. Edhe në Shqipëri ligji është një lloj siç është në Europë. Kush ja ka dhënë të drejtë? Unë nuk do merrem me atë, s'do bëj luftë. Kush ja ka dhënë të drejtën atij të më thotë mua që unë tregtoj librin tënd dhe ti merr 10% në një kohë që kam dhënë 550.000 lekë për librin? Unë nuk e di ku ka qenë ky rregull. Shtëpia botuese nëse si ja punë nuk ka të drejtë. Aq sa kopje kam porositur unë dhe ka paguar ai do nxjerri. Një kopje të shoh në qarkullim e jet në gjyq. Po nuk më kuptove se çfarë thash. S'më pas ke kuptuar. Librat janë këtu, 1000 libra. Po. I kam paguar, i kam unë. Po. Nuk i marrën librat, i lën pys, sepse kjo është kontrata, për këtë po ta kërkoj kontratën. Pra, ja ke dhënë të drejtën ja ke dhënë të drejtën për ato 1000 që ke botuar, apo ai të botoj sa të doj, të shtypi sa të doj. Që i kam paguar unë. Dhe ai në vend që të thotë 10% i marr unë, dhe 90% i marr ti, ose 80% i marr ti, se 10 i marr ai që blen. E shet. Ai libraria, ai thotë 80% i marr prapë unë, ti merr 10% dhe 10% i merr ai shitsi. Po e di pse e ka thënë këtaj? Sepse ai, ja ta them unë pse e ka thënë. Sepse ai nuk i futet fare një kontratë shitje me 1000 kopje apo me 500 kopje. Ai e ka thënë këtë për kopjet e tjera që ai do prodhonte. Mire ke ti, po bota nuk boton bota me nga 10.000 kopje. Unë kam bërë përkthimin e veprës së Ricosit, që është e vetmja me 8 poemat e tij më të mira në Shqipëri. Po. Dhe ka paguar shteti grek. Ma ka paguar përkthimin që kam bërë. E di, ma ke treguar. Është bërë diskutimin në ambasadë greke në Tiranë, e të tjera atëherë kur ishte kohë, nuk ka rëndësi ajo punë. Dhe
Ai copë sa ti nxjerr, ti merr fitimin tënd, nuk ka rëndësi copa. Ai quhet botimi 2, botimi 3, botimi 4 dhe Jani Ricosi ka për librat e tij 150 ribotime të një libri që nuk është libër, po s'kam këtu ta tregoj. Është cifretore. Fletore me karton zez. Po çfarë si ka libër quhet, le të jetë edhe me 30 fletë. Pra, është ribotim dhe ribotohet 5.000 kopje tani. Mbaroi. 8.000 kopje të tjera, 5.000 kopje të tjera. Po ti shit një herë këto 500 apo 1.000, por nuk duan jo, sepse i kanë paret të thata në dorë, Lola. Po sigurisht mor vlla. Nuk ka pse, ai nuk është budalla. Ai është në rregull me. Por shteti, edhe kjo lidhja që neve flasim, kjo lloj lidhje që neve flasim, duhet ta ketë në programin e saj që nuk do ta lejoj shtëpinë botuese që ta marrë lek në dorë, se nuk të lejon ligji të marrësh lek në dorë. O pila, shtëpia botuese nuk është shtetërore vlla. Shtëpia botuese është biznes privat. Jo, këtu ke gabim. Është biznes privat të sigurisht. Jo. Privat. Atëherë, Pilo, ne promovuam ta marr pjesë në Zyrich në një promovim të një romani të një shkrimtare nga Kosova, që banon këtu në Zvicër, në librin e gjermanisht. Ardita Laçaj? Jo. Jo, është një emër tjetër. Është një emër tjetër. Atëre, ajo solli me vete 5-6 libra. Edhe kërkoj ndjes, tha, nuk ka më libra, tha, sepse kontrata ka sa mund kanë dhënë 12 libra, tha. Edhe ne u diskutu, sepse këtu unë nuk di gjermanisht, që kam marrë tashi në Zyrich, po këto që di që janë me kohë, mi fjalë kosovarët, janë ka 50 vjet, ka 60 vjeçar që kanë lindur këtu, ishte salla, fillon duke diskutuar në fund, njëri tha, a mendoni me për këtë në Shqip? Unë mendoj, tha, se unë e kam, tha, edhe shkruar në Shqip, tha. Por, tha, nuk kam të drejta për 12 muaj, tha. As për ta përkthyer, tha, as për ta botuar, tha, as për ta shpiftuar, tha, as këtë, tha, se kështu e kam kontratën me shtëpinë botuese. Asaj ja ka ble të drejtat e botimit shtëpia botuese vlla. Ka dakord, pra ka po kontratën. Ja ka ble, këtu nuk ka shtëpi botuese që të blen të drejtën. Atëherë? Nuk ka pra. Atëherë çfarë drejtë do të mbrojtësi mua? Çfarë do të mbrojtësi mua nëse ti ke këtu një program që do të mbrojtë drejtat mua? Si do më mbrojtë? Na kam të drejtë ti them shtëpisë botuese që merr 100 milion lekë në vit. Ti them që shiko, ti do kesh një redaktor në shtëpi botuese. Me ligj. Siç ka një ekonomist. Shteti po të dojë këtë rregull, siç i vëre lokaleve, restoranteve, siç ka ekonomistin që të bën letrat, do kesh edhe redaktorin që të bëj përcjelljen e librave. Siç është në botë. Pila, nuk ka një gjë të tillë. Kjo mund të jetë për ata elitën në thonjza, që mund të shpallin në një konkurs, që fut ca vepra dhe ta zgjedhin ata, cili një vepër në dorëshkrim, kush e fitoi dhe ati mund t'ja blej shtëpia botuese, po them, dhe po duhet jetë një emër që i ka të garantuara shitjet. Po kush po blem ty e mua, Pilo, për zotin? Moj Lola, gjithsesi. Po kanë probleme pra se duhet pyesim, kanë probleme se duhet funksionojnë. Atëherë pse je krijuar? Theme për sipër. Atëherë Tonin, më ndjen se un jam shumë realiste. Fakti që këtu s'ka një kritik, apo një kontrol, një dogan, se kush mund të botoj, fakti që boton kush të doj dhe sa të doj, unë nuk mendoj që do ketë në njëherë mundësi për të bërë ky filtrim dhe shtëpia botuese, shtëpit botuese, unë e kam thënë. Kjo gjë është gabim, pra këtë po themi. Shteti duhet të marrë masa dhe të vëri kritikë. Në komunizëm ka funksionuar si ka funksionuar, Pilo mund ta di, unë s'di gjë nuk botoja atëherë, po ti të them, tani nuk ka lidhje punë me të kaluarën, nuk ka lidhje. Tani janë lëshuar delet e 10 malit dhe s'ka qeveri që i mbledh. Bile, do bëj hajër, do i mbledh, se mjafton t'i vësh shtëpisë botuese kushte ai edhe. Ka kushti do t'i vesh shtëpisë botuese ai. Shtëpia botuese, ç'është kushti do t'i vëri? Ne po flasim dhe nuk po kuptohemi. Çdo kushti mund t'i vëri Lola, që të ketë ato që të ketë atë kritikun atje, kush plotson kushtet, kaq ti vaj përsipër për të çuar për biblioteka, për vaj për krahasimin, më fal për krahasimin banal. Është një lloj sikur ti vën kushte funeralit që të bësh varrimin e një personaliteti apo një që ka qenë kriminali. Ai të ka lënë të parë më shpirt.
është biznes privat, mos të bëjmë idealista. Nuk ndodh. Ama këtu nuk po kuptohemi, këtë gjë s'po jo, kuptoj. kuptohemi, po ju s'doni ta pranoni. Dëgjoj, e ke lexuar të drejtën e autorit në Shqipëri? E kam lexuar. Si e ke lexuar? E kam lexuar dhe ka shërbim që ti të regjistrosh të drejtën Sa tënde. një minut. Sa kapituj ka e digje? Edhe sa në ligje ka të shkruara? Sa në ligje, tash unë kam lexuar, kam aty sa më intereson, nuk kam parë në Jo, ligje. Se po vëm Lolën në shpato për muri kote, se nuk kanë të diskutojmë, a kupton. Dashë e përqendruam aty. Lola është objekti i diskutimit, nuk është objekti e bëm se më qenë kryetarja e lidhjes së re. Shiko. Ligjet në Shqipëri janë një lloj për të drejtën e autorit, për të drejtat të shtëpisë botuese, janë një lloj siç janë në Gjermani, siç janë në Zvicër, siç janë në Greqi, siç janë këtu në Angli. Po më valla, Konstituta është njësoj shumë fjalë, po ai shtet i ka lejuar që të livadhisin. Dhe ai kërkon që ti marrë Lolës 18% ose 25% nga puna që ajo bën si ekonomiste dhe nuk lufton që ti marrë shtëpisë botuese 20% të parave që i mbledh nga mileti, ose ti marri, si që i merr anglezi, 25% nga 50 mishja, dhe kur vete 100.000, i merr 35%. Dhe ati që kalon 100 dhe 150 mishën, i merr gjysmë për gjysmë. Edhe këtu ka taksim të shkallëzuar, po se sa deklarojnë, sa vjedhin e çështje tjetër. Edhe këtu ekziston taksimi i diferencuar. Po prandaj, kjo është ai gabimi që shteti nuk po lufton, se ligjin e kanë nxjerrë, ligji është një lloj si në Greqi, si në Turqi, por nuk ka gjetur. Po të ndërtosh një shtëpi pa leje sot në Shqipëri, nuk të le shteti me. Ja. Ndërsa po të vjedhësh në aparat e Pilos që boton një libër, shteti bën sikur s'shikon. Ky është ndryshimi. Po se konsideron që qefja e Pilo ka qef, thot, shkruaj thot? Po nuk është, jo më ligji është një lloj. Ligji thot edhe për Pilon, edhe për Toninin, edhe për Juve, Lolën thot që është një lloj, në qoftë se shtëpia botuese boton një libër, pse ta kërkon ai shteti ty botimin e librit, ta kërkon me domosdo me ISBN, sepse aty i merr lekët shteti. Dhe kur ky shtet shikon që ti botove 100 libra në vit, dhe nga këto 100 libra, sepse ata edhe aty e shkruajnë që ti pagove nga 250.000, pa çka se ti paguan 500.000. Janë edhe këto logjëra të tjera, po s'ka rëndësi. Në qoftë se ti pagove 300.000 në 100 libra që bëre në vit, në 100 libra, domethënë 100 tituj, ti more 100.000 lekë, 100.000 euro. Pra, 100.000 euro merr ti në qoftë se një punëtor merr 5.000 euro në Shqipëri. Pra, aty duhet të vësh edhe ekonomiste Lolën, asaj shtëpisë botuese, ta paguaj atje si ka Birqen, që të marrë 20.000 lekë Lola. Edhe ai redaktorin atë Pilozybën ta vesh aty që të marrë dhe ai 20.000 e bën 40. Edhe 20 dritë energjia elektrike, kontrolli njëra tjetër, tatimi shtetëror që të marrin të gjithë nga 20.000 lekë. Edhe të jemi në rregull. Po jo, Pilo, ata të thonë që ne të bëjmë të këtu, nëse ti do redaktim, faqosi këta atë, ti çoja kësaj dhe paguaj plus atë. Po. Shiko, të mira janë diskutime. Është një debat që ky nuk ka fund, Pilo, sepse ne të dy jemi moderatorët. Ashtu që diskutojmë. E kishte për 60 minuta, Pilo, Po pra, është 90 minuta. Ju përshëndes miqtë e mi. Ju ndoqa me vëmendje gjatë gjithë kohës. Dëgjova që u rrahen shumë probleme dhe mendime tuaja janë për të vlerësuar. Uroj të bëhet më e mira, edhe pse kjo duket shumë larg. Anila Kodra. Kjo Mikesha që nga si unë. E falenderoj atë Mikeshën. Është Anila Kodra mi. Po pra. Po që jemi në një lagje, kemi të njëjtat mendime, i ka vajtur rrezja e mendimeve me fëmia pak më poshtë. Jeni të njëjtën kafe ju. Ne diskutojmë për atë që na dhe më shumë edhe neve si krijues. A kupton? Diskutojmë gjithmonë mbi ligjin, sepse ai na intereson shumë. Unë dua ta mbyll me një gjë. Unë kam hyrë në botën e letërsisë dhe të botimit shumë vonë. Në momentin që unë e quaja veten të pjekur rreth 50 vjeç kam dalë në botim. E quaja veten mjaftueshëm të pjekur për të ndërmarrë këtë gjë. Do me thonë, nuk është ishte qëllimi im, është tynë si ati beqarit madh që i tha lagja dhe gjithë fshati martohu, u martua i kështu ndodhi dhe mua. Dhe unë jam befasuar kur jam përballur me kollaj lëkun
për të botuar një libër. Mua më duke një kalvar i madh që dikush do ta lexonte, që duhet ta vlerësonte, që unë duhet merja okejn, pastaj shtëpia botuese çfarë bënte mbasi botonte dhe unë jam skandalizuar dhe kur kam parë, sepse kisha parë shumë emra në botim që s'ma kishin mbushur mendjen për asgjë, jo për shkrimet që bënin, po për asnjë lloj formimi që kishin. Dhe kur e pash pastaj që ishte kaq kollajllëkçe, atëherë thash, po deshe Lola shkruaj, po deshe mos shkruaj, po deshe boto, po deshe mos boto. Dhe nuk ka për të thënë njëri aferim. Është një lloj se kur ke lek, shko bëj ca pushime në Dubai, nuk ke dil ke taraca shtëpis. Bëjnë durrës. Kaq, te taraca shtëpis moj. Aty, me çadrën e diellit. Se në durrës prapë të bie mirë. I leket me ujë me krip, u kry. Unë mendoj që jemi në fund të emisionit tashmë, sepse po ju lash akoma juve nuk dalni deri në Jo, neve deri mëngjes nuk mbarojmë. Po sepse në të vërtetë edhe problemet nuk mbarojnë. Kënaqësi që zhvilluam në Londën si protagoniste. Uroj të shifemi ndoshta në ndonjë kafene të katërt, edhe tjetë, ajo kafeneja tjetë 24 orëshe, po. Sot të tonë. Jam e bindur që Ela që unë të dëgjoj. Dhe të jetë hapur të shtunën dhe të dielën. Ose, jo të vemi ka ajo Soto Terra që ka ky atje në Bodrum. Ose Soto Piano, si e quajnë këta, atje në Itali, mund të vini sopra piano vicino al cielo, këtu te unë, dhe mund të rrini sa të doni. Më mirë akoma atëre. Më mirë akoma atëre se do na ofrosh dhe kafete, ujine. Si do qohë, si nuse zakoni me tabaka në dorë. Unë ju pres me një të pres për rrit në Shkodër. Si? Unë ju pres një të pres për rrit në Shkodër, në provimin e librit të 4 stinore. Që do të më vota të jenë një ambient këtu, jo në përstalla, në për këtu bibliotekë. Ta bëj pyetjen, çfarë dite i bie? E shtune. Okej. Problemi është që unë fundjavë punoj, po gjithsesi do marr pushime, nuk ndahem. Jo, tani atyre bëjeni fundjavën nga puna nga Enkja ju andej. Ndrojeni. Atëherë ti pilot qa kërkese kishe, miqt, si ishte puna? Ti the që unë do të pres me tabaka në dorë dhe të rrini sipër sa të doni. Po. Edhe Alma tha që, shiko tha se ashtu tha i bie që të humbasi Lolës. Ja është po dalen se edhe miqt me duar bosh nuk do vinë. Jo çau bekë. Qa të humbasi Lola me? Po darkën të dërguam të darkën e do harxhosh. Dëgjoni. Nuk harxojmë shumë. Këtu poshtë kam kështu një gardë, kështu me ferra, ka lipjeta, kështu bishta prasi, po ju bëj tepsi me lakra tamam e keni besoj. Jo, ashtu po na bëra ashtu jemi. Ashtu nuk e bëjmë as kafjet. Ashtu jemi mirë. Pastaj kam dhe ca gjethe rrushi, po që vakt kështu ja 2 qep, po e bëj që kja praku pa puna. Te thuaj. Na ka marr malli. Po na merr këto, të tjerë. Falenderojmë gjithsesi për çdo gjë. Tonin e ke vulën ti se Pilua do i firmosi kontratën që bëri kjo tani që e shprehu dhe ti vulo. Vulën. Vulën e ka shkruar bukur me fjalë një patriotin jemi, shoh shumë i dashur jemi, Mash Mirashi në romanin e tij, që e ka pikturuar punën e vulës. Nuk dua Prap nuk e ndali diskutimi, kështu që unë do t'ju ndal vërtet. Atëherë, unë ju falenderoj për mbrëmjen e bukur, për durimin special që kemi treguar, sidomos Alma, si i mbyllim dorën. E mirë kuptimin e përhershëm, respektin, nderimin, e lëm të hapur bisedën për atje në ku tha Lola. Ku të doni juve, faleminderit Alma që më bëre pjesë panelit me këta 2 zotërinj të mençur këtu, që shpresoj të ketë përfituar diçka. Ishte kënaqësi. Falenderoj.
sikur të penguam një çik që të flisja më pak, po faktikisht Jo, s'ka problem, nuk ka po problem. jo, po populli thotë fjalë Po të ju urtë. po ju shijoja tek debatonit me Kajzel. Populli ka fjalën e urtë. I zoti shtëpisë gjithmonë flet më pak dhe i zoti shtëpisë ha dhe 2 kafshita mbrapa. Po kështu kishte vënë ekipin e emision kjo, nga 3 fitare të lidhjen. A këtë më shkujnë atë ekipin? Natën e mirë dhe miru pafshim emisionin tjetër. Ju falenderoj që ishit me ne, ashtu si edhe teleshikuesit tanë. Natën e mirë dhe shihemi. Faleminderit juve. Natën Natën e mirë, koleg, natën e mirë. Ishte kënaqësi.